صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين Falënderimi të konë Allah subhanu wa ta'ala, mëshira Allah të qomi pejgamberin ton, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Vazhdojmë me lejen e Allah subhanu wa ta'ala me shpjegimin për librit El-Adab e-Shar'iyya të autorit Muhammed ibn Muflih el-Maqdisi el-Hanbali, Allah subhanu wa ta'ala pas mëshiru. Në kapitullin të cilin kemi folë në javën e kaluar, autori ka përmend disa gjendje në të cilat u jepet muslimanëve selam dhe dispozita e kthimit të selamit. Dhe përmendëm shkurtazi për dispozitën e selamit në vetveten e tij, nga se javën e kaluar përmendëm argumentet të cilat i ka sjellë autori të kthimi dhe dhënia e selamit në namaz. Kthimi dhe dhënia e selamit kur është duke thirr ezanin ose kametin, kthimi dhe dhënia e selamit kur njeriu është duke ngrënë ushqim ose kur njeriu është duke e kryer nevojat e tij fiziologjike dhe gjithë secila prej tyre e ka dispozitën e vet, por në esencë çka është selami? Cila është dispozita shariatike e selamit, detyra e juën në raport me selamin? Cila është argumenti në librin e Allah dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Cili është shpërblimi edhe cili është ndëshkimi për ata të cilët i shmangën ose dëshirojnë me zavendësu. Janë të pajtimit dietarët e sunetit se me dhonë selam njerëzve është sunet i fortë dhe është prej simboleve të mëdha të islamit. Dhënia e selam, përshëndetja me selam, është sunet tradit e fortë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe rrjedhimisht është simbol madhështor i kësaj feje. Nga se feja islame dëshiron që njerëzit të i bashkojnë në një sistem, në një ligj dhe në obligime dhe ndalesa të njëjta për të gjithë. Ja ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakrin wa untha, o ju njerëz të Allahu subhanahu wa taala, unë ju kam krijuar juve. Në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kullukum min Adam, ju të gjithë jeni prej Ademit, wa Adamu min turab, kurse Ademin Allah subhanahu wa taala ka krijuar nga dheu. Wa ja'alnakum shu'uban wa qabailan lita'arafu, i kum ndathat Allah subhanahu wa taala në popull të ndryshëm dhe në fise të ndryshme, dhe qëllimi i ndarjes është që të njihen njerëzit mes veti ma lehtë. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum, më i miri për juve te Allah subhanahu wa taala është ai që është i devotshëm. Dhe ndarjet i kanë pru qafirat, njerëzit të ati venit, të kësaj nacionalitetit, të ati venit, të venit, këto, ato, të kësaj ngjyre, të kësaj ngjyre, nuk është ndarje shariatike. Ndarja shariatike, ndarjen që ka bërë Allahu subhanahu wa taala, ose veçori që
ju ka dhënë disave ndryshe nga disa të tjerë, janë vetëm për më shërbye njerëzve që ata të njihen me zveti, kurse fundit të gjithë njerëzit janë të Ademit alayhis salam dhe të gjithë duhet të nënshtrohen Allahu subhanahu wa taala. Të gjithë duhet të punojnë sipas asaj që ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për shkak se prej veçorive që ka pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndaj pejgamberëve të tjerë, të gjithë pejgamberët që kanë qenë para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë të dërguar për një popull të veçantë dhe për një kohë të veçantë. Kurse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar për të gjithë popujt dhe për të gjitha kohrat deri në ditën e Kiametit. Kjo me ditë në teori është e lehtë, por praktikisht nuk e kuptojnë vetëm se pak. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është për të gjithë, pejgamber të gjithë njerëzit, të gjitha nacionaliteteve, të gjitha ngjyrave, edhe të gjithë e kanë për detyrë obligim me u nënshtruar në atë që thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe për të gjitha kohërat, sa herët që ecë koha, ligji shariatik mbetet në fuqi deri në ditën e Kiametit, sado që her pas here për shkak dobësisë imanit të besimtarëve çështja zbehet, por ligji i Allahut subhanahu wa taala mbetet në fuqi deri në ditën e Kiametit. Edhe kushdo që merr tjera përveç asaj që ka zbritë Allahu subhanahu wa taala, dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka dalë nëse ka qenë prej nënshtrimit ndaj Allahu subhanahu wa taala. Libër 1. Të gjithë njerëzimi libër e kanë detyrë me punuar sipas asaj që thot Allahu në Kur'an. Pejgamber 1. Të gjithë njerëzit e kanë për detyrë mi u bindë dhe me besu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe për të ka argumente të shumta në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të gjithë njerëzit në një përshëndetje. Dhe ajo përshëndetje është Esselamu alaikum, që në gjuhën shqipe don me thonë paqja qof mbi ju. Esselamu alaikum, që në gjuhën shqipe me përkthyer do me thonë paqja qof mbi ju. Për shkak se muslimanët e kanë për detyrë me shpërnda paqe. Dhe nuk duhet me ngatrua paqen e qafira me thonë se na kena ato, se kena ato në tonën duhet me bo. Jo na me jetuar nën sigurinë që ofrojnë ata, po ata duhet me jetuar nën sigurinë që ofrojmë na. Kjo është ngatresat që e bën Islami fe paqes. Kjo tu mashtru. Islami është fe që paqen e bën vetë, nuk e merr pi dikujna. Dhe paqja është vetëm ajo të cilën Islami e sheh si paqë. Dhe lufta është vetëm ajo të cilën Islami e sheh si luftë. Të regjistruar në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse Esselamu alaikum? Pse me thon paqja qof mbi ju? Për shkak se në Haxhin Lam të Mirës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: inna dima'akum, vërtet, gjaku juve, wa amwalakum, dhe pasuria juve, wa aradakum, edhe nderi juve, haramun aleikum, s'bën mi prej kërkush, siguri du me pas për këtu. Nëse keni besu Allahun, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, keni siguri prej Allahut, e kanë të detyruar me ofru pastaj siguri atyre të cilëve Allahu subhanahu wa taala ju ka dhënë pushtet me mbrojt njerëzit nga ata të cilët dëshirojnë me bë keq. Dhe ata të cilët dëshirojnë me bë keq janë vetëm ata të cilët shariati llogarit se janë njerëz që bëjnë keq. Jo kur ai teket me thonë këta janë ashtu, këta janë ashtu. I keq është vetëm kur thot Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe i mirë është vetëm kur thot Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
Vepër e keqe është kur thot Allahu dhe i dërguari i tij, vepër e mirë është kur thot Allahu dhe i dërguari i tij. Tash çështja e selamit në këtë drejtim nuk është çështja një përshëndetje të thjeshtë. I thash dikujt asalamu alaykum. Jo. Në hadithin tjetër të saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë el muslimu, musliman është men selem el muslimun, ai nga i cili janë të sigurt muslimanët min lisanihi wa yadi, prej gjuhës së tij dhe dorës së tij. Me gjuhë nuk fol keq, nuk shpif, nuk bën gibet, nuk rren, nuk ofendon, nuk e traton, çka do që është që bëhet nëpërmjet gjuhës, dhe me gjymtyrët e veta nuk bën dëm me dorë. Tash sa njëri na arrem kur t'i thojmë selam aleikum, si ta kthejmë shpinën e bëjmë gibet. Nuk është kjo një, e kemi thonë një përshëndetje, nuk është kështu. Në aspektin e besimit, përshëndetja e vetme për të gjithë njerëzimin, se njerëzimi nuk kanë të drejtë me jetu ndryshe përveç se sipas asaj që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith dhe asaj që ka thonë Allahu subhanahu wa taala, kushdo që e shkel këto e ka kundërshtuar Allahun dhe të dërguarin e tij. Çështja e dytë janë njerëzit të cilët kanë besu, pastaj duhet me marr dispozitën, mbrojtjen dhe sigurinë që ja jep ai të cilit i kanë besuar, dhe ai është Allahu subhanahu wa ta'ala. Është prej simboleve të islamit. Selami, tradit, sunet i fort i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por prej simboleve madhështore të islamit. Pastaj kjo është një temë tjetër të cilën duhet me ditë. Ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Kushdo që i respekton, i vlerëson, i ngrit lart simbolet e Allahut, kurse simbol i Allahut për fen islame është selami, një prej simboleve është selami, فَأُولَٰئِكَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Respektimi i selamit është tregon shenjë se zemra e këtij personi është prej zemrave të sinqerta. Edhe kushdo që në zemrën e vet ka vretje për selamin, në zemrën e tij ka kufër. Ndoshta që i thot veti musliman, ndoshta që i thot veti është edhe huaj të munu mu bo patriot, pacha qëf mbi ju. Shka është kjo pacha qëf mbi ju? Përshëndetje të cilën a ka vendos Allahu subhanahu wa taala dhe ka nxjerrë në praktik pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prej simboleve madhështore të islamit, kushdo që mundohet me hjek, me zavendësu, me fol kundër saj ose me pengu, ka dalë prej dinit e Allahu subhanahu wa taala. Edhe më larg, kushdo që nuk e don, për shkak se këtë përshëndetje do të më dasht, vetëm ata të cilët janë munafikin, ata nuk e dojnë. Ti bani si dush edhe 40 përshëndetje tjera masanena në gjuhën e cili dush tjesh ti. Por përshëndetja e parë është selamu aleikum, për ata të cilët janë musliman. Thotë Allahu subhanahu wa taala: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Kur t'ju përshëndet dikush me përshëndetjen islame që në ajetet e tjera, tahiyyatuhum fiha salam, përshëndetja e juve duhet me qenë edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër selami. Nëse dikush përshëndet me selam, ktheja atij me diçka edhe më mirë se sa ai të ka thonë ty. Në aspektin e fikut, selami, dhënia e selamit është sunet i fortë i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në aspektin e imanit është simbol madhështor i islamit, kurse kthimi i selamit pastaj është farz
për individin, nëse është një i farzit të domosdoshëm ajn, dhe nëse janë disa musliman, është farz kifaje që nëse dikush prej muslimanëve ja kthen selamin atij që ka dhënë selam, mos mjaftueshëm, nuk ka nevojë që secili prej tyre me dhënë selamin, me kthyer selamin veç e veç. Kur ju përshëndet dikush me selam, ktheni ashtu që ju ka përshëndet, ose edhe më mirë se që ju ka përshëndet, dhe më mirë se që na ka përshëndet, pastaj vjen shpjegimin hadithin e saktë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kushdo që thotë selamu aleikum i ka 10 shpërblime te Allah subhanahu wa taala, 10 sevape. Kushdo që thotë selamu aleikum wa rahmetullahi ka 20 sevape. Dhe kushdo që thot Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh i ka 30 sevape, dhe për te kësajna kushdo që përshëndetet, kushdo që shton ka bo bidat, se nuk është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam më shtuar më shumë, edhe kushdo që le më pak se Assalamu alaikum ka nxjerr, ka dalë prej sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shkak se i shihni disa që thonë vetëm selam, edhe shifni disa të cilët thonë Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu wa atanina. As e para as e dyta nuk janë prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me thonë vetëm selam nuk është prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ka përdor Ibrahimi me musafirët e vet. E ka përdor edhe ka shpreh ka në Kur'an që Ibrahimi kështu i ka përshëndet musafirët e vet, por nuk ka përshëndet kështu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne nuk jemi në shariatin e Ibrahimit, por jemi në shariatin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë çështje nuk do të më ngatruar, se për shkak të interesave ndryshme shpeshherë ngatrojnë edhe Jusufin alayhisalam, të munduar që bën me bë kufër e tjera, edhe pse s'është hiç e vërteta që ashtu, por edhe sikur të jetë që ashtu, ne nuk jena ummet i Jusufit alayhi salatu wasalam, por jena ummet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk jemi ummeti Musës, as i Isës, as i Atina, por ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të gjithë kanë pas rregullat e veta, dhe kush ka vdekur në ato rregulla është besimtar. Ne i kemi rregullat e tona, dhe lënia e selamit vetëm shkurt, selam nuk është prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe zgjatja e selamit për te wa rahmetullahi wa barakatuh nuk është prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është përshëndetje për të cilën ka shpërblim te Allahu. Kjo është logjika interesante. Më zëvendësoni diçka që nëse përshëndetesh ashtu ka më shpërblim Allahu, me diçka që nëse përshëndetesh ashtu nuk ka më shpërblim Allahu. Kushdo që vet jep selam me shpërblim, kushdo që e kthen selamin me shpërblim te Allahu subhanahu wa taala për shkak të kësaj përshëndetje, që do të thonë se kjo lloj përshëndetje është ibadet, adhurim, bindje ndaj Allahu subhanahu wa taala. Nuk është çështje e thjeshtë, saqë ka një transmetim nga Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu se ka thonë, nëse nis me fol dikush para se me dhon selam, mos e ngani shoh të foliç. Kush ka të foli? Allah selam. Ja shka ki pun me neve te. A na ki dhon selam? Jo, shka ki pun me folti me neve. Mos ja ktheni, mos e ngani, mos ju përgjigjni. Thonë çështje të cilën e kanë njoft nalt shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe qysh në kohën e sahabët i kanë dhënë në rëndësi të madhe kur kanë dhënë selam, ku me ja kthye selamin ai të cilit i jepet selam. Se shihni sot munafiqin, i thuaj selam aleikum, e kthen se çka a di me fol mirë, a di me thonë wa aleikum assalam, ai njëri. Për shka kjo nguti, për shka kjo paqartësi. Dhe në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur sahabët i ka dhënë selam tjetrit, edhe ndoshta nuk e kanë nije kur ja ka kthy selamin, për shkak se nuk ka ndodhur që sahabët mos më ja kthye selamin tjetrit,
o interesu ka thonë, une vëllat përshëndeta, pse se ktheve ti që të përshëndetje? Se fillimisht je gjunaqar, kur gjo mos pa qebo, kur gjo? Ka dhënë selam dikush, nuk e ke kthye, e kon vetëm, je gjunaqar. Për shkak se kthimi i selamit kur është një person, është farzi ajn, obligimi domosdoshëm personal, kur të jep selam në grup, mjafton me kthye dikush prej grupit. Është transmetuar nga Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu se ka ardhur një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka pyet: "Ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, ejul islami khair? Cili islam është më i miri? Cili islam është më i miri?" Qëllimi është cila sjellje, cili nënshtrim ndaj Allahu subhanahu wa taala është më i duhuri. Jo sigur ata do me thonë islami tradicional, islami ballkanik, islami aqet, islami që këto janë pallavra, por cila formë është më e duhura për me qenë besimtar i mirë, atëre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Tut'imu at-ta'am", më ndihmu e njerëzve të cilët kanë varfri, më dhon ushqim, wa taqra'u as-salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Edhe me akthy selamin atij që e njeh, edhe atij që se njeh. Edhe me dhon selam atij që e njeh, edhe atij që se njeh. Hadithin e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Dhe për çudi, ata të devijuar thonë: "Ja, na pa ja ditë akide, nuk muna me dhon selam." Ka ditë me shku me diplomë, thonë që unë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk thot kështu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ndryshe. Dhe kushdo që vepron ndryshe asaj që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk është në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, as në rrugën e shokëve të tij. Kurse në transmetim tjetër të cilin e ka nxjerrë Imam Muslimi radhiyallahu anhu nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "La tadkhulul jannata hatta tu'minu", nuk muni me hije në xhenet pa besu. Që të xhenetin të cilin e ka përshkruar Allahu në librin e tij, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij, pa qenë musliman nuk mundesh me hi. Se këta që pretendojnë që i kanë të xhenetat vetët, ta shtin në xhenet ku kanë qenë vetë këta. Ama nëse jem të folë për xhenetin të cilin e ka përmend Allahu në librin e tij, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, pa qenë musliman në këtë xhenet nuk mundesh me hi. Se ata a vihin kënë xhenet, a hin kaj, a hin kaj, në që tonin jo. Shumë thjesht muna, që të shka dim na, jo, po e sukon me imonin tonë, shë të më rip në xhenetin tonaj. Me imon tjetër, me hi në xhenetin muslimanve, që shë logjika kjo. La tadkhulul jannata hatta tu'minu, nuk ka mundësi me hi në xhenet kush nuk është besimtar musliman. Wa la tu'minu hatta tahabu, dhe nuk jeni musliman nëse nuk duheni mes vete. Dhe esenca e dashurisë muslimanëve është kufër nëse nuk ekziston. Esenca si dashuri është pjesë e imanit. Prej domosdoshmërisë së shahadetit është me dash për hir të Allahut dhe me urrejt për hir të Allahut. Kush nuk don për hir të Allahut është kafir, dhe kush nuk urrej për hir të Allahut është kafir. Çka me dash me urrejt për hir të Allahut? Gjithçka që don Allahu do të me dash edhe na, gjithçka që urren Allahu e që na e dina që urren për shkak se do të me ditna në librin e Allahut ose në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se këtë vepër ose këtë njeri ose këta ose ata e don Allahu se urren. Kushdo prej neve që nuk i don që ata që i don Allahu është kafir. Kushdo prej neve që nuk i urren ata që i urren Allahu është kafir. Allahu subhanahu wa taala innehu la yuhibbul kafirin, nuk i don ata që janë pabesimtar, kafira, ta thot na duhemi këtë lazni jena se
Po dhe veç që ju jeni vllazni krejta nena, mo veç musliman të jenë në vete, se ju duhni, ama jo që ata që i ka përshkrua Allahu. Kushdo që i don ata të cilët Allahu i urren, është kafir. Kushdo që i urren ata të cilët Allahu i don, është kafir. Për atyre që i don Allahu subhanahu wa taala janë besimtarë. Dhe për këtë ka prua Allahu subhanahu wa taala ajetin Kur'an. Nuk mundi me jenë xhennet pa qenë besimtar, po s'mundi me qenë besimtar nëse nuk duhenin mes vete. E wala edullukum ala shay'in, a nuk dëshironi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të ju udhëzoj për një diçka, idha fa'altumuhu tahabbtum, nëse e veproni, keni mu dashur mes vete, efshu selame bejnëkum, përhapne përshëndetjen, assalamu alaikum mesin e juve, përhapne përshëndetjen, assalamu alaikum në mesin e juve, të lidhura njëna pas tjetrës. Nuk mundi me jenë xhennet derisa të besoni, nuk keni besue derisa duheni mes vete. A doni më mësua se çka ju ndihmon juve me u dashur mes vete, atëherë përhapne selamin, përshëndetjen me assalamu alaikum ose assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çaq shumë janë përshëndet mes vete me selam, saqë në transmetimet sakta gjatë rrugës nëse i ka ndonë në një pengesë, në një guri ose diçka, kur i takue që ty, assalamu alaikum, që të ka thonë alaikum selam. Edhe të shtëpia të juve kur shkoni, thonë assalamu alaikum, sani fëmijët e juve. Edhe kur të folni në telefona, kudo që folni me anëtarët e familjes, me njerëzit të cilët jetoni, mësonu me u përshëndet me atë që Allahu subhanahu wa taala na ka zbrit librin e tij dhe atë që na ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Dhe kushdo që e bën këtë, fa ulaika min taqwa al-qulub, kjo do të thotë se kanë zemrat e devotshme. E kur ka folë Allahu subhanahu wa taala për xhenetin, në fund ka thonë uiddat lil muttaqin, është i krijuar për çeta. Për cilët? Për çeta që e dojnë selamin, e përhapin selamin, e përshëndetin me selam, e kthejnë selamin, e dojnë selamin, kontribuojnë që selami të jetë dominant të përshëndetit dhe të gjitha që kanë të bajnë me atë që na ka urdhëruar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.